s'po dija me lëshu flokt, me lonë shut, a me lidh shqipata. Nashta me lonë shut. Të në gjatë jeta me shpresoj që jeni mirë, po ju të regoj edhe sot se qka po veshje në Mitrovic në ditën e tretë. Pantallonat i kam të njëjtë, se nuk kam marrë edhe shumë, gjithsesi edhe veç e ndrova bluzën, edhe që kjo bluzë më pëlqen shumë, po thot always late but worth the wait. Kështu që kështu po dukem, koha shumë e mirë, e kom vendos me marrë një gjamper të zi, kështu që po ja u të regoj edhe ato. Babin e kom pra pasken, po mi miton, edhe ndërkone po ju të regoj qëta po e veshe. Baba, po të pëlqen që kjo? Shumë mirë. Shumë mirë, po thot babi. Edhe kjo kështu. Edhe normal një çantë që është e vetë një çantë që e kom marrë përveç asaj të vogël të zezës. Për ndryshe i vesha këto patike të Adidasit, se po më pëlqejnë shumë ngjyra, po shkon shumë me ngjyrën e bluzës. Largu makinën prej këto, e kom vendos në garazh se i pata ca kritika të vogla. Në realitet, babi e ka largu makinën, kështu që pata hapësirë me lonon, se ndryshe s'kam ku me lonë tjetër. Kjo është edhe çanta që po e marr sot, sot kësaj here në ditën e tretë në Mitrovic, nuk po dal me mamin, po dal me një shoqe. E unë, si gjithmonë, ju përshëndes, edhe ju dua fort. Miru pafshim!